Tani nga video e fundit që isha në Dibër, jam në mes të fjerit në këto momente dhe fjeri nuk shkon mbrapa përgatimet, se ndoshta s'kemi dëgjuar shumë përgatimet e Myzeqes, kështu që kam marrë përsipër që të filloj promovimin e tyre. Më thua një herë tani, çfarë kemi këtu? Se era, duhet të them që era është e mrekullueshme. Kjo kthehet dhe në reshedi. Po të duash tani, nuk e bën tot ato. Do me thënë, asudeja është kur është e butë, kjo është me një seshte, është me ara, me gjallë, Me mjalt. me mjalt, bukur. Nuk përdorim sheqer, vetëm Po, mjalt. Edhe sheqer sheqer dhe që mjalt. zverdhe. Tani, asude quhet kur e bëm kështu. Po. Nëse pastaj e shtrojmë me ta tani. po. Dhe quhet reshe? Jo, reshedia, kjo tani dhe kështu, siç e bëri Ilona këtu, shikoj si e bëri Ilona këtu e prish. Si e prishë Ilona tani se? Ilona, kjo. Ilona e shkatrove. Kjo do kështu. Po. Edhe dhe luk. E kuptova. Kuptove. Tani, Ne prishim me s'ka gjë se ne do ham si do të tani, jetë. këtu çështja është pikërisht, të desha të thoya dhe unë, sido që ta nxjerrim me tani Po. këtë studën me lug apo pak të prishur që S'ka bëri gjë. Elona që është e bia, dhe nënat këtë kanë që gjithmonë kanë kritika ndaj gocave, ajo prap do jetë Sepse duhet të ecin në rrugën tonë ato prandaj. ajo prap e mirë do jetë. Patjetër.